Në kuadër të ditës botërore të autizmit, që synon të rizë ndërgjegjësimi lidhur me shregullimet e aspektit të autizmit dhe përmirësimit të jetës së atyre që jetojnë me autizëm, Qendra Komunitare për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara, me bashkëpunim me Qendrën për Hapje dhe Dialog, organizuan aktivitetin Gjithëpërfshirja. Duke qenë se ne jemi një qendër ditore që trajtojmë fëmijë, interesi jon më i madh është që të plotësojmë shërbimet dhe të plotësojmë çdo lloj problematike që kanë fëmijët me aftësi ndryshe. Duke qenë se është viti 9 që ne jemi hapur si qendër dhe pjesa e fëmijëve dhe fluksi i fëmijëve sa vjen dhe shtohet. Ideja është që gjithmonë edhe me kryetarin neve bisedojmë shpesh pjesën e shërbimeve dhe pjesën e shtimit të stafit për të përballuar të gjitha pjesën e shërbimit terapeutik, pjesën e shërbimit ditor, sa më shumë psikolog, sa më shumë logoped, në mënyrë të tillë që edhe ato orët që juve kërkoni gjatë gjithë kohës dhe me të drejtë të shtohen dhe të jenë sa më shumë domethënë për ju. Duhet i mbështesim dhe duhet të jemi krah, jo vetëm ne, po të gjitha institucionet, të gjitha po themi sistemi arsimor apo dhe ai parashkollor, në mënyrë të tillë pra që të ketë një funksionim shumë të mirë të gjitha atyre hallkave që ne i konsiderojmë të rëndësishme, siç është familja, arsimi, shkolla, kopshti edhe ne si qendër. Ideja është që këtë vit të jemi shumë herë më mirë se sa ç'ishim vitin e kaluar dhe do përpiqemi dhe do mundohemi që çdo gjë ta rregullojmë dhe ta sistemojmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Koordinatorja e Qendrës për Hapje dhe Dialog, Egla Imeraj, përshëndeti takimin. Në familjet tona apo të afërmit tan mund të kenë një person me aftësi të kufizuar dhe ne e dim sfidën, e dim përpjekjet, i dim të gjitha vështirësitë. Vështirësi qoftë në menaxhimin e situatës apo të sjelljeve psikosociale me këta anëtar të familjes dhe akoma më shumë pastaj për të ndërgjegjësuar shoqërinë për gjithë përfshirjen e këtyre personave. Kështu që nuk ka mesazh më të bukur se sa t'ju themi një bravo juve, t'ju themi faleminderit për punën që bëni me fëmijët tuaj, duke dhënë mesazhe sensibilizuese adresuar të gjithë shoqërisë që duhet jetë shumë më solidare, duhet jetë shumë më humane në qasjen që ka ndaj çdo individi i cili është i privuar nga disa aftësi të tjera, por fatmirësisht ndoshta ka disa aftësi të tjera që njerëzit në atë zakonshmërinë e tyre nuk i vënë në re. Edhe ju them që asnjëherë mos e humbisni kurajon, asnjëherë mos e humbisni shpresën, që pavarësisht sfidave, ju me kontributin tuaj shpirtëror dhe pastaj me atë për kujdesjen sociale, sepse dhe të gjitha ju si nëna jam e bindur bëni edhe punën e një profesionisti për këta fëmijë dhe gjithë bara dhe pesha e gamës vështirësive dhe të sfidave bien përgjithsisht mbi ju. Nga unë faleminderit për punën, edhe për kurajon për t'i përballuar këto vështirësi. I pranishëm në aktivitet ishte edhe kryetari i Bashkisë së Vlorës, i cili theksoi rëndësinë e mbështetjes dhe solidaritetit të shoqërisë ndaj personave me autizëm dhe familjarëve të tyre. Gjatë fjalës së tij, kryetari i Bashkisë së Vlorës nënvizoi gjithashtu angazhimin e pandërprerë të Bashkisë së Vlorës për të siguruar kushte sa më të mira dhe mbështetje të gjithanshme për fëmijët me nevoja të veçanta. Dredha apeloi për më shumë ndërgjegjësim dhe përfshirje nga ana e qytetarëve dhe institucioneve, duke theksuar se vetëm përmes solidaritetit dhe bashkëpunimit mund të krijohen mundësi reale për zhvillim dhe integrim social. Është për problem, është një fenomen në fakt që po shtohet, është bërë një problem global tashmë dhe jemi të fokusuar tek kjo problematikë se si ne mund të qasemi me ato politikat qoftë vendore apo patjetër dhe qendrore për të shtuar edhe më shumë forca, për të shtuar edhe më shumë buxhetet për të ardhur ndim këtij problemi. Jo vetëm problemit si problem, por patjetër familjar për radhë të parë, sepse janë ata që përballen thuajse për ditëshmërinë e tyre me këtë fenomen. Duhet të japim atë mesazh sensibilizues dhe ndërgjegjësues për gjithë shoqërinë që si ne të integrojmë këta fëmijë që kanë këto probleme në shoqërinë tonë dhe në aspektin social duhet të bëjmë maksimumin. Fakti për mund pak më parë dhe pjesat e politikave të Bashkisë Vlorë për vitin 2025 ne kemi përfushuar buxhetin jo pa qëllim, sepse edhe fenomeni është më i përhapur dhe si unë nuk e shikoj se gjë pozitive domethënë të fakt, por duhet të jemi realist me atë çka po ndodh. Nuk mund t'i përcaktojmë në detaj pse po ndodh, por shohim që bota po ndryshon shumë. Fatkeq duhet të jemi ne të përgatitur më shumë. Politika duhet të jenë më të avancuar dhe të jenë të parandalojmë. Parandalojmë sa të mundemi duke i plotësuar me gjitha të përgjithshmërinë në punën tonë se si të integrojmë të gjithë fëmijët që hasin këto vështirësi. Megjithatë, ne kemi avur qendrën ditore në fakt, që e kemi shtuar si njërisi, po themi, ku në fakt i vjen ndim familjarëve, prindërve. Pra nëse prindër që punojnë edhe duan të jenë të angazhuar maksimalisht edhe për potencuar apo për të plotësuar pjesën financiare, pastaj për të ardhur në shërbim po pra fëmijëve të tyre, pak në kanë hapësirën që ata të punojnë, duke i çuar nga ora 4 deri në orën 8 të mëngjesit
në qendrën ditore. Aty do të kenë edhe një trajtim dhe shërbim të dedikuar, kjo është gjë shumë e mirë dhe shpresojmë që ne të krijojmë sa më shumë qendra, por them sa më shumë hapësira, që të paktën të gjithë ta ndjejnë veten të pranuar siç duhet. Një pjesë tjetër që ne shikojmë është edhe politika të pjesës së edukimit, tjetër që edhe qoftë në shkollat e vjeçare, ciklin e urit dhe ciklin e mesëm, duhet të jetë një nga ato angazhimet maksimale që ne gjithmonë e themi, në fakt duhet ta shikojmë se si do të zbatohet, në parim që edhe ata të ndihen si në shtëpinë e tyre, pa asnjë lloj paragjykimi, por patjetër të ketë një përqafim njerëzor, me qëllim që ata ndihen pjesë e shoqërisë tonë. Në përfundim, kryetari i Bashkisë së Vlorës falenderoi stafin e qendrës komunitare për përkushtimin dhe punën e palodhur që bëjnë çdo ditë për mirëqenien dhe zhvillimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara.